Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të vim pranë jush me lajme goxha të fuqishme. Tashi do flasim pak për Mevlan Shabën dhe Livjen. Mevlani dhe Livja janë përfolur shumë për lidhjen e tyre, për marrëdhënien e tyre, për dashurinë e tyre, por siç duket, këtë herë gjërat kanë ndryshuar. Një lajm sot ka pushtuar rrjetin dhe po përflitet shumë emri i tyre. Mevlan Shaba ka shënuar një nga ditët më të veçanta të vitit, ditëlindjen e tij. Një ditë e cila për të nuk është vetëm nuk është vetëm simbolik e moshës, por edhe reflektim për rrugtimin personal, sfidat, sukseset edhe njerëzit e dashur që i ka pranë vetes. Këtë ditë të rëndësishme ai e ka ndarë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale përmes një postimi mjaft emocional, ku përveç falenderimeve për urimet e shumta, ka vënë theksin te një mesazh që ka prekur thellë urimin nga nëna e tij. Në postimin e Mevlanit shprehet se asgjë nuk ka më shumë vlerë për të se sa fjalët që vijnë nga zemra e një nëne. Ai ka ndarë publikisht një pjesë nga urimi i saj duke e shoqëruar me fjalën mirënjohje dhe emocion të thellë. Urimi yt më mbushi shpirtin me dritë dhe më kujtoi sa me fat jam që kam një nënë si ty, shkruan ai në një mesazh drejtuar nënës së tij. Mesazhi i saj përmbante fjalë inkurajuese dhe dashuri të pakushtëzuar, çka për shumë djegës u konsiderua si momenti më i ndjerë i ditës. Po përtej urimeve të shumta nga miq, të fansat dhe kolegët, ajo që ngriti më shumë pikpyetje në mesin e ndjekësve ishte mungesa e një urimi publik nga Livja, ish partnerja e Mevlanit me të cilën ai kishte pasur një marrëdhënie romantike disa vite më parë. Do me thënë, është e çuditshme kur një dashuri përfundon të ketë urata ditëlindjesh. Livja nuk e ka pranuar që ka përfunduar me Mevlanin, ajo gjithmonë e ka thënë që e don, e ka në zemër, e ka në shpirt, ndërsa dhe Mevlani ka bërë po të njëjtën gjë. Për shembull, nuk u hakmer ndaj Livjes që Livja i prishi punën, thonjza, në Big Brotherin e Kosovës, por në qoftë se do të ishte mesazhi i cili cilësohet si më i sinqerti, me patjetër që është mesazhi i nënës, as mesazhi i gruas, as mesazhi i askujt tjetër, nuk vije para uratës së nënës, sepse e vetmja që fëmijën e do apo njeriu e do sinqerisht pa asnjë kusht është nëna. Të gjithë të tjerët në mes kanë një interes dhe kjo është më së e vërtet. Dhe në këtë mes nuk pritej që Livja t'i uronte Mevlanit, por ndoshta Livja i ka uruar kështu fshehurazi në WhatsApp edhe nuk kanë dashur që ta bëjnë publike. Do doja të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë marrëdhënie? Është bashkë Livja dhe Mevlani apo thjesht e përdorin emrin e tyre për të qenë sa më të komentuar në mediën ros?